Të ndëruar shikues, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt nga palestra 13 qershori në Dhëran për përcjellur edhe pjesën e dytë të duelit Go Plus Peja Golden Eagle Ylli. Një duel ky i vlefshëm për xhiron e dytë në Pro Credit Superligën e basketbollit kosovar. Pjesa e parë 35-40, qereku i pari takoi e Pejës me rezultat 21-13. Pejanët madje krijuan avantazh deri në plus 10 në qerekun e dytë. Skuadra më e mirë ishte Golden Eagle Ylli, që realizoi 27 pikë duke lejuar ekipin kundërshtar që të shënoi vetëm 14 pikë. Dhe kështu pas 20 minutave të para 35-40 rezultati tek Pejanët në 20 minutën e parë më së shumti u dallua qendra Hendon që realizoi 11 pikë, shtoi 3 kërcime, 1 blokad. Me nga 5 pikë luajtën Dardan Berisha e Malcolm Armstead. E në anën tjetër te Golden Eagle Ylli nëse shumti u dallua Riz që shënoi 8 pikë nga 7 i shtuan Bashiq e kapiteni Gzim Morina. Përpos 8 pikëve Riz i shtoi pra edhe 5 kërcime. Tani do të nisë qereku i treti përballjes, momente shumë të mira në lojë nga të dy skuadrat. E tham që në 10 minutat e para skuadra shumë efikase ishte Go Plus Peja, ndërsa 10 minutë i dyti takoi Thërondasve. Aksioni i pari qerekut të tretë i takon Go Plus Pejës. Dardan Berisha nga pozita qendrore gjuan treshe e Dardanit. 38-40 është kapiteni Pejan që shënon nga distanca me të startuar qereku i tretë. Rojtje mirë tani e Musa Malës. Topi u takon Pejanve. Dardan Berisha. Presioni Çalakut. Dardan Berisha. Johnson nga distanca gjuan, i pasakt është. Nisët Leri Thomas. Ja, pasimi për Hoffman, i cili arrin që të lirohet mirë, po gjuajtja dobët. Dardan Berisha. Për 3 tentimi, pasakt topi përfundon tek kapiteni të Rondas Gzim Morina, Leri Thomas. Leri Thomas, Gzim Morina për 3 gjuan, i pasakt. Kërcer atje merë topin e Hoffman, ka ndërhyrje të parregullt nga Hendon. Apo vetëm rivënje topit në lojë nga Gzim Morina, Leri Thomas, Allen. Gjithje Allen tenton që lirohet atje. Skaduan sekundat e rezervuara për aksionin e Thërondasve. Hendon. Shpëton top Dardan Berisha. Dardan Berisha lirohet për mrekulli, provon për 3, pasakt. Betet për para Peja. 2+ avantazhi Golden Eagle Yllit. Dardan Berisha. Musa Mala. Tonë që depërtoj çfarë blokadin nga Hoffman. Aksionin anën tjetër, Leri Thomas. Arjan Çallaku. Kërkoj topin atje Gzim Morina, Hoffman. Allen, edhe njerë Hoffman. Hoffman lirohet, gjuajtja e pasakt. Mirë po topi do të vazhdoj të jetë në pronësinë
Golden Eagle Yllit. Njerë përshoj mënyrën se si u lirua Hoffman. Larry Thomas do ta kthej topin e lojë. Ja, ky tentim nuk ka shumë e mirë, po aty është Hoffman që e përmirëson atë gjojtje të pasakt. Hoffman tani është në kotën e 7 pikëve. Johnson. Tentimin nga distanca, treshe e realizuar nga Green. Javë të pikasit e dyja palët në këto qaste. Edhe Çollaku provan merë, po jo dhe të realizoj. Johnson. Ka ndërhyrje të parregullt nga Allen, i cili ngarkohet me personalin e parë sot. Jemi tek gabimet personale nga dy i kanë Gzimurina e Hoffman. E në anën tjetër Edwards është ngarkuar me 3 faulla njëjtë sikurse Green. Nga dy i kanë Armstead e Musa Bala. Në vjen e gjyrive të lira është Johnson. Jordan Johnsoni sak në tentimin e parë, është kjo pika e 5 e tij. Gjithçka barabart, 43 tani me 42. I sak në 2 tentimet nga vija e gjyrive të lira. Jordan Johnson rikthehet në përsi go plus peja. Allen. Përballti Johnson. Çollaku që ka përballë Dardan Berishën. Hoffman. Larry Thomas nga distanca gjuan. 3 pikësh nga Larry Thomas. 9 pikë të tij, më efikasi në skuadër. Edwards në anën tjetër nuk ka shërim për 3. Kërcim në mbrojtje nga Gzimurina. Larry Thomas. 43 me 45 për pak qaste. E krijoi avantazh Peja për të rikthyer në përsi sërish ekipi Therandas. Gzimurina shënon 43-47 plus 4 për Golden Eagle Yllin. Përsia më lartë e Therandasve plus 5, ndërsa go plus Peja avantazhin më të lartë e pati në plus 10. Dardan Berisha. Johnson deri në fund nuk ka shënim. Është ndërhyrje pa rregullt në Greenin. Pas minuta 36 sekonda lojë në çerikun e tretë. Edhe njerë përshojëm këtë deportim të Jordan Johnsoni, për pas ishte Taj Green ai që u faulua. 5 piki ka të realizuar Green, ka kontribuar edhe me 6 kërcime, 1 top të vjedhur. I pas sak në tentimin e parë. Shohim nëse do të realizojnë në gjuajtjen e 2 të lirë. Taj Green. I sakt është pika e 6 e tij. 44 me 47. Nisët Larry Thomas. I disponuar për të luajtur ndaj skuadrës së tij. Allen shkon deri në fund për mrekulli atje. Duke realizuar pikën e 6. Plus 5 sërish për Golden Eagle Yllin. Green për Malen. Musa Bala.
Tash Green, shumë i fort ai pasim. Topi do të jetë për Golden Eagle Yllin. (44 me 49). Larry Thomas. Kontërhyrje të parregullt nga Jordan Johnson. Topi do të jetë për Theronda, si Larry Thomas. Ja, ky pasim fantastik, gulitja atje nga Riz. 10 pikë të ti bët lojtari i parë tek Golden Eagle Ylli, që realizon pikë 2 shifrore. Pikë 2 shifrore në pjesën e parë realizoi Herndon, që ishte i vetmi që bëri një gjë të tillë deri tash, përpara se Riz të realizonte. Pama dhe Koben që mundua ta bëj publikun që tjetë më entuziast. Pasi vërtet përballja shumë interesante, një rivalitet mes këtyre dy skuadrave që vazhdon me vite të tëra. Duhet teksuar të nderuar shikues që Beja ka arritur që triumfojë në 2 vizitat e fundit në këtë palestër. Të dy ato përballje ishin në kuadër të çerek finales e play-offit për sezonin e kaluar. Jordan Johnson 44-51. Edwards mbi Gzim Morinën gjuan për të realizuar pikën e 6. Pak herët ishte përsia më e lartë të Randallsve në ndeshje prej plus 7 pike. 46-51 rezultati momental, plus 5 për Golden Eagle Yllin. 4 minuta e 13 sekunda. Lojë mbetur në çerekun e tretë. Largohet u ankuar në lëndim kapiteni Gzim Morina. Ky ishte momenti. Këta shumë i rëndësishëm për Golden Eagle Yllin Gzim Morina. Që ishte lajmi keq për trajnerin Takianos nëse nuk do të ishte në gjendje që të vazhdoj lojën. Agërcimi atje për aksionin tjetër të Therondasve. Allen nuk arriti që të realizoja, po ishte Riz. E në anën tjetër, Armstead gjuan duke shënuar. Vetëm 2 pikë për para Golden Eagle Ylli. Larry Thomas. Riz për Thomas. Larry Thomas shënon. Njëm 10 pikë nga Larry Thomas. E në anën tjetër, Armstead edhe njerë për ngushtuar në maksimum e përsinë Golden Eagle Yllit. 52-53. Larry Thomas. Larry Thomas nga distanca edhe njerë qëllon. Johnson. Mala. Musa Mala, gjuetja e ti nga një pozit jo shumë e mirë.
52-56 plus 4 për Golden Eagle Yllin. Është duke tentuar Go plus Peja që të shkri këta e përsi të rondasve. Jordan Johnson shkon deri në fund, nuk ka realizuar. Provoj edhe Mala, as Musa Mala nuk arriti që të shënoj. Larry Thomas. Çollaku. Larry Thomas. Gjojtja ti pasak kësaj radhe në lojë tek Golden Eagle Ylli është edhe Artim Gashi. Ka ndërhyrje nga tribunalën. Lojtari që deri tash në këtë ndeshje ka realizuar 6 pike, ka shtuar 2 kërcime, 2 asistime. Të rikthehet në lojë tek Golden Eagle Ylli edhe Altin Shala. Ndryshime të shumta në pashe nga të dy trajnerët në këtë çaste. Fletën gjuan ka ndërhyrje të parregullt. Skyler Fletën, 2 pikë të ti. Ka realizuar vetëm edhe një kërcim. 4-0 nga vjet gjuajtjeve të lira. Efikasitet katastrofal i ti nga kjo opozit. E më në fund realizon 5-1 nga vija e gjuajtjeve të lira për Fletën. 53-56. Pasimi në drejtim të Çollakut i vëmendshëm. Fletën nëntoj që të kombinoj me Jordan Johnsonin, e merr topin Allen. Rhys pason në njerë tek Allen. Rhys. Ja, pasimi i Bashicit në drejtim të Çollakut, topi humbur nga lojtarët të Randas. Merr topin Arti Hajdari. Armstead. Malcolm Armstead me tabel shënon 13 pikë të Armsteadit. Është lojtari më efikas të Go plus Peja. 3 treshe të realizuar nga Armstead nga 7 tentime. Gjithsej të 7-3 piksha i kanë shënuar lojtarët e Go plus Pejes, e në anën tjetër të Randasit për treshe 21 tentime, vetëm 6 herë kanë shënuar për 2 pikë. 25-14 Go plus Peja, apo 56% saktësi, ndërsa për dyshe të Randasit 30-14 apo 46% saktësi nga vija gjuajtjeve të lira. Golden Eagle Ylli 21-6, 20 në fakt 15-10, 66% saktësi, ndërsa Go plus Peja nga vija penaleve 11-4, vetëm 36% saktësi. Në kërcime Go plus Peja 32 kërcime, 36 i ka Golden Eagle Ylli. Në asistime 12 Go plus Peja, Golden Eagle Ylli 13 asistime. 9 topa të humbur nga të Randasit, 7 nga pejanët. Topa të vjedhur 5 Go plus Peja, 4 Golden Eagle Ylli. Zhvillohen qaset e fundit të qerekut të tretë. Rikthye në parket edhe pse u ankua në lëndim.
Lovre Bashic, Hufman, blokohet në mënyrë të palejueshme nga Malcolm Armstead, i cili nuk është dakord me këtë vendim të gjyqtarëve. Shtatë pikë nga Hofman. Ka shtuar edhe 6 kërcime, 2 blokada. Isak në tentimin e parë. 55-57. Shohim edhe statistikat e Larry Thomas. 14 pikë të realizuara. Hofman nuk shënon gjuhën e dy të lirë. Jordan Johnson. Kjo gjuhët nga distanca, shënon fletën. Tentimi 4, treshja e pare ti. 6 pikë në total të realizuara në ky lojtar. Lovre Bashic. Gzimorina. Lovre Bashic, Gzimorina. Vetuar nga dy lojtar kundërshtar, provon kapiteni Therandas duke realizuar 58 me 59 pas 30 minutash. Qerek i tretë që mbyllet sërish në favorin e Golden Eagle Yllit. 27-17. Gjithsesi na pret një qerek i fundit spektakolar, edhe pse Therandasit janë duke vazhduar qëndrojnë e përsi. Go Plus Peja vazhdimisht është duke përpjekur që të shkri avantazhin e ekipit kundërshtar për të kaluar vetë në e përsi. Lojtari më efikas te Go Plus Peja është Malcolm Armstead, 13 pikë. 3 treshe i ka të realizuar, 11 pikë e 6 kërcime i ka Herndon, në anën tjetër të Golden Eagle Ylli. 14 pikë Larry Thomas, i cili ka shtuar edhe 6 kërcime, 3 asistime. 11 pikë kapiteni Gzimorina, ka të kontribuar edhe me 4 kërcime, 2 asistime, 10 pikë i ka Riz, i cili ka kontribuar edhe me 6 pikë. Në 10 minutat e fundit që do të fillojnë për pak qasë të jenë edhe më të zjarta, të nderuar shikues, duke parë rivalitetin edhe në këtë ndeshje të dy skuadrave. Kujtoj të nderuar shikues që nga ora 19 do të keni mundësi të ndiqni 2 duele. Vllazimi Trepça e Bashkimi Rahoveci 0-29, ndërsa nesër do të zhvillohet ndeshja e fundit e xhiros së dytë në mes të Sigal Prishtinës e Borës. Ka nisur qereku i fundit. Lovre Bashic për 3 gjuan i pasakt. Lovre Bashic që deri tash ka realizuar 7 pike, ka shtuar hiç më pak se 8 asistime. Tentime mirë, po Hofman si gjithmonë i gatshëm për të përmirësuar bashkë lojtarët. 58 me 61.
Mbrojtje forte të rondasve. Lovre Bashic. Hufmani, po ndalshëm është. Aksion spektakular i tij. 58-63 plus 5 për Therandasit, mirë po në skenë del sërish Armstead duke realizuar treshën e 4 të tij. 16 pikë në total nga Malcolm Armstead, vetëm 2 plus për Golden Eagle Yllin. Zimorina Gjuan. I pasak topi do tjetë për Go plus PN. Fletton. Armstead. Malcolm Armstead. Pasimi për Edwards. Ka ndërhyrje të pa rregullt. Vjen e gjyre të lira është Edwards. 6 pikë të tij, ka shtuar edhe 6 kërcime. Mirë po ka 3 gabime personale. Pasak në gjyret në parë të lirë. Herën e dytë realizon Edwards. Vetëm 1 pik avantazh për Golden Eagle Yllin. Aksioni është i dyre. Bashic për Gzimorinën. Allen. Çolaku. Hufman, 4 sekonda për këta aksion të Golden Eagle Yllit. Ja, tentimi nga distanca s'ka shënim, topi do t'jetë për Go plus PN. Rast shënimi Pejanet e kanë mundësin që trimarin avantazhin. Armstead. Malcolm Armstead, kësaj radhe jo efikas nisë tallen. Ka ndërhyrje të pa rregullt. Ngrit dorën lart Arti Hajdari. Me shumë sportivitet pranon në foulin e shkaktuar. Shtat minuta 22 sekonda. Lojë mbetur 62-63. Është duke u rishikuar ky moment nga gjyqtarët. Fillimisht loja ndal për ndërhyrje të pa rregullt nga Arti Hajdari. Topi do të vazhdoj të jetë në duart e lojtarëve të Golden Eagle Yllit. Plan të parë dyshja Berisha Johnson. Allen. Allen. Çolaku. Allen. Fletton është afër ti.
Allen nga këndi Gjuani, pas sakt ma tendim Hoffman, faulohet. Shumë vështirë që të luftohet me Hoffman, ose është lojtar shtat lartë i fuqishëm në duele. Sakt në gjuhet në partë të lirë. 13 pike, 7 kërcime deri tash nga Hoffman. Edhe erën e dytë realizon. 6-4 nga vija gjuhet të lira. Brandon Hoffman. Nga ekipi Elliot u transferua tek Golden Eagle Ylli, Brandon Hoffman. (62-65). Shumë duele viteve të fundit në mes të këtyre dy skuadrave kanë përfunduar me rezultate të ngushta. Larguar nga loja Edwards, rikthehet në parket Herndon. Gjashtë 57 deri në mbyllje. 3 pikë përpara Golden Eagle Ylli. Musa Mala. Fletën edhe njerë Musa Mala. Nuk kuptohet Mala me fletën. Simi i gabuar. Niset Lovre Bashic. Njerë Bashic. Gzimorina nga gjysmë distanca, s'ka shënim. Topi përfundon tek Herndon, niset Malcolm Armstead. Tentimi i tij me tabela rin që të realizoj. 18 pikë të Malcolm Armstead. 64 me 65. Lovre Bashic. Gzimorina. Allen. Gjendja Allen vendos që deportoj. Kërcim atje nga Green, i cili ishte shumë i vëmendshëm. Pati ndërhyrje nga Çollaku. 5 minuta 50 sekonda deri në mbyllje. Largohet Fletën. Fitari që ka realizuar 6 pikë. Ka shtuar një kërcim me 2 topa të vjedhur. Herndon. Musa Mala.
Timin nga distanca, nuk realizon Musa Mala, Herndon e përmirëson quajtje të pasakt. 13 pikë të Herndon në avantazh Go plus Peja, 66 me 65. Leri Thomas. Gabuar pasimi, niset Musa Mala. Musa Mala shkon deri në fund, nuk ka shënim. Ka ndërhyrje të parregullt. Dhe njerë përshojmë ndërhyrjen e Jordan Johnson. Qolako për Leri Thomas. Leri Thomas. Nuk ka ndërhyrje të palejueshme. Pasimi për Musa Malën që shënon 68 me 65. Avantazh prej 3 pike nga Go plus Peja. Në këto momente vendimtare të ballafaqimit të shpreje ka ardhur efikasiteti në fazën e sulmit nga pejanët. Shkrire ajo e përsi e Golden Eagle Yllit. Teto 10 pikë Malcolm Armstead, lojtari më efikas tek Go plus Peja, por edhe në gjithë ndeshjen Armstead ka realizuar 4-3 piksha nga 9 tentime. 44% në gjuajtje nga distanca Malcolm Armstead. 13 pikë Herndon. 2 lojtarë të Go plus Pejes kanë shënuar pikë dyshifrore deri tash, ndërsa 4 tek Golden Eagle Ylli. Më efikaset janë Leri Thomas e Brandon Hoffman me nga 14 pikë secili. 11 i ka realizuar kapiteni Gzim Morina, 10 Joe Reese. Niset Leri Thomas. E ka presionin e Musa Malës. Leri Thomas, Gzim Morina. Allen. Thomas. Gzim Morina. Tentimi i tij nuk ka shënim. Provon edhe Leri Thomas, mirë po pa arritur që të realizojë. Niset Malcolm Armstead. Lojtari me më së shumti pikë në këtë ballafaqim. Armstead. Në gjojtje e tij pasakt. Leri Thomas. Folli është i Jordan Johnsonit. Jordan Johnson shkakton personalin e tretë. 4 minutat e fundit. 68 me 65. Gzim Morina. Allen. Trevon Allen. Marrin topin pejanët dhe ja ku është super ngulitja e Green, i cili realizon pikën e 8. Plus 5 për Go plus Pejan. Gzim Morina. Leri Thomas Juan. Treshe e Leri Thomas. 17 pikë të tij lojtari më efikas tek Golden Eagle Ylli. Vetëm 2 plus për Go plus Pejan. Armstead.
Tjetër pasim për Green, i cili blokohet, mirë po topi do tjetë për Therandasit. Nuk e lejoj më shumë ekipin kundërshtar që të shkëputet në rezultat të Leri Thomas me atë 3 pikësh pak qasë më herët. Tre minuta deri në mbyllje. Ka diçka për të verifikuar gjyqtarët. Në të vlerësoni edhe ju vetë ndrohet shikues nëse ishte foul apo jo. Nisët Arjan Çollaku. Lovre Bashić. Gzimorina. Allen për Gzimorinën. Allen shkon deri në fund, gjuan me të gjithë mirë po, pa rritur që të realizoj. Armstead. Alkohol më Armstead për Edwards, ka ndërhyrje të parregullt. Folli ishte i Arjan Çollakut, personalja numër 3 për të. Edwards deri tash ka realizuar 7 pike, ka shtuar 6 kërcime dhe ka vjedhur 2 topa. (71 me 68). Këto momente kuri duhet më së shumti pikët skuadrës, arrin që të shëroj Edwards. Plus 4 e përsia e go plus 5. Nisët Lovre Bashić. Ka bon tani Rhys, jo shumë i vëmendshëm. Topi do tjetë për Pejanët. Jordan Johnson. Edhe njerë Johnson. Vitari që ka realizuar 6 pikë. Një minutë e 52 sekonda deri në fund rikthehet në lojë Hufman.
Jordan Johnson. Armstead, lojtari më i mirë të Go Plus Peja në këtë duel. Tjetër tentimi ti për Treshe, i pasaktisht 4 herë ka qëlluar sonte. Larry Thomas. Larry Thomas me këtë pasje mirë, po topi shkon vetëm deri tek Green. Aksion tjetër i Pejanve. Malcolm Armstead nga gjysmë distanca, nuk ka realizuar. Luftë për top. Mbetet përpara. Peja Dardan Berisha gjuan, i pasakt. Ja, tani Allen shkon deri në fund dhe shëron. 72 me 70, 60 sekondat e fundit të këtij ballavaqimi super dramatik të ndëruar shikues. Armstead. Jordan Johnson nga distanca, realizon Treshe. 9 pikë të Jordan Johnson plus pas në e përsi Go Plus Peja. 44 sekonda e 20 të qintat. Ka mbetur deri në mbyllje. Nuk mendua fare atje Jordan Johnson, pasi u asistuan nga Malcolm Armstead. Quajti për 3 duke arritur që të realizoj prishja e pare ti në këtë ndeshje mirë, po shumë rëndësishme. 4 tentime, 3 pikësh nga Jordan Johnson. Kjo është ngulitja e Allen, lojtari që ka realizuar 8 pikë, ka shtuar edhe 3 kërcime, 2 asistime. Shohim edhe statistikat e këtij ballafaqimi. 75 me 70 rezultati. Është shumë rëndësishëm për Thërano, si të është aksioni i radhës. Larry Thomas. Larry Thomas, Hoffman, deri në fund shkon, s'ka shënim. Është ndërhyrje pa rregullt. Qendra Hoffman, 14 pike, 9 kërcime sonte. 34 presje, 2 deri në fund. Shënon gjojt në partë të lirë Hoffman, që të nëjë ka 15 pikë. Efikase Hoffman, sot ishte Larry Thomas që ka 17 pikë të realizuara. 75 me 71. Allen e ndalë në mënyrë të palejueshme Jordan Johnsonin. Lojtari që pak më herët realizoi 3 pikësh me shumë pesh në këtë duel. 25 sekonda deri në fund. Dy dësh ka vjetë gjujnë të lira sot. Jordan Johnson është uqja e pare ti. Mbetet me 9 pikë. Herën e dytë realizon. Larry Thomas.
Leri Thomas, tentimit i çfarë blokadën nga Camden. Armstead. Nuk ngutën pejanet. Jordan Johnson. E këtu ka përfunduar gjithçka, të nderuar shikues. Go plus Bear 76, Golden Eagle Ylli 71. Fitoria e dytë në këto 2 gjiro kampionat nga Go plus Beja, ndërsa humbja e dytë për Golden Eagle Yllin. Këtë ballafaqim lojtarët më efikas tek pejanët. Malcolm Armstead me 18 pike, 7 asistime. Lojtari më i mirë i këtij ballafaqimi. Herndon luajti me double-double, 13 pike, 10 kërcime. Në anën tjetër tek Golden Eagle Ylli, Leri Thomas 17 pike, 8 kërcime, 15 pike, 9 kërcime i pati edhe Hoffman, ndërsa kapiteni Gzimorina luajti me 11 pike e 6 kërcime. Është kjo fitoria e tretë rresht në 3 vizitat e fundit nga Go plus Beja në Therond, ndërsa unë tani e kaloj linjën tek kolegja Ulpiana Emra, e cila do t'i intervisoj disa nga protagonistët. Jemi këtu me kryetrajnerin e skuadrës së Pejës. Coach, you started good the game, but Golden Eagle Ylli had their comebacks, and it was a really close game. But still, you managed to get the win. We did. You know, we talked about it at halftime a little bit. It wasn't a great second quarter for us. Got really stagnant on offense. We were in foul trouble a lot all night, so that had a lot to do with it. And I really felt if we could just get to halftime, a couple buckets down, we could be okay. A lot of poise again the last 2 minutes tonight, like we had in Game 1 against Trepča. So just real happy for our guys, and you know, we try to keep this thing going. Thank you very much, Coach. Thank Good you. luck in game 2. Atëherë ishim me kryetrajnerin e skuadrës Pejës, tha që tentuam edhe maksimumin, realisht arritëm që të startojmë mirë, por jo edhe të vazhdojmë në çerekun e dytë, patëm shumë probleme me faulla, gjithsesi e menaxhuam mirë ndeshjen, folëm pas pjesës së parë, diskutuam ato probleme që i patëm dhe jam i lumtur që arritëm që të marrim fitoren. Gjithashtu shtoj që edhe në fund të ndeshjes skuadra e Pejës pranoi disa pikë të cilat nuk duhej të pranonte, por gjithsesi e rëndësishme është që ekipi Pejës arriti të marrë fitoren. Paraqasit do të jemi edhe me kryetrajnerin e skuadrës së Golden Eagle Yllit.
tashmë pranë meja është edhe kryetrajneri i skuadrës së Golden Eagle Judith. Coach, even though you managed better this game comparing to the first one against Pristina, you had good moments, you had a comeback even though Peja started good, but still in the last minutes you couldn't manage the game better and you couldn't get the win. Yes, it's exactly how you are saying. I mean, we started the game, we were like a little bit loose because of a long time to play official game. Then in the moment that we get in our tempo, we perform good enough offensively, defensively, we were able to go at the halftime controlling the tempo of the game. We keep controlling the tempo on the third, but at the last quarter it was the last 5 minutes when it was the clutch time that we didn't make good decisions. And it's not just decisions, it's also chip turnovers that we could control for the whole game. In the first half we had just 5, we ended up the game with 14. So this cost us because we played with a team that they are in a high level of experience. So every mistake that we made, they punish us immediately. Coach, what do you think that you should fix now? We saw that a whole different face of Uli is coming after this break, but what were the points that you think that you will do better in the next games? I can say that, I mean, we have to mention, even it's not a big excuse, that we missed Castrati for the game. So we tried to find out solution that it was not so easy because we lost him last days. So we have to find a way to live without him and how we're gonna create lineups that can control the tempo. And I think that it was a big thing this, I mean, how we respond to the lineups that our opponents present to us. And what happened with Arian? Where is he now? He's injured. We expect for him to stay some days out. We're gonna see his situation after a week. It seems that it's not something serious, but not also something easy. The point is that we miss the player. This is the point. Thank you very much, Coach. Good luck next game. Atëherë shkurt për përmbledhje atë se çka tha trajneri Takjanus, tha që nuk e nisëm mirë ndeshjen për shkak të periudhës së gjatë kohore pa ndeshje, megjithatë në çerekun e dytë dhe të tretin e kontrolluam mirë ndeshjen edhe në sulm edhe në mbrojtje.